media me shprehjet media me mikun e vet, Paul Moretti. As dikani ke zemër e mjera, larg prej knena, një mallet e përtan, që lindili mas parit e tjera bjeshë rinjet e lëzume nga zmën, atje larg përmi flatrat prarume të lëshojmë menimin o palë, fluturim, veç ku e lirëve ato ka lëzume, zemra e eme më të preshin nga dik. Nërkash t'i kalën në tërmendu në rëu. Në ukshta kur ato vendet t'i shrushme, zdo t'i shokun o palë, për mangjim. Dhe në t'huja që t'jetë të farmakume, në matizën, në ukshta e sosi t'u dekun në mërgjim. O, atëherna prej trupit së murue, një këtë zemër t'papat, ma shke në 10 emin dhe dekun t'u e quë, për i galdimit e shumja të shrepra. Pratë saj kohë, miku Paul Moretti, përthej italisht pjesë të juveniles së mjedis, kishte edhe si do shkrim. Komentatorët e Tiranës sonë se kur morën vesh i zëvit se që par idejna adetarit e patriotike kishte mjedja, u acaruan ashfort sa e të buën nga shëshnia tyne. Kjo nuk është e vërtet. Në 1879, kur mjedja pau se i zëvit dhe ta mashin si profesor në katedrat e ndryshme të kolegjave të universiteteve tyne, në pausen në ukdët kishte mundësi me u këthyve në Shqipni, po a i donë të vdiste në venin e vetë. Me 1962, shkrimtari shpëtëran Mark Gurakushi, me rasën 25 vjetori të vdekjes Domneut, bani një studim me biografinë e tij. E botoi në revistën letrare të Tiranës, Nanori, e gusht 1962. Në tjerë, Mark më ndërvistoi edhe imzot Ernesto Qoben, i peshqven e Shkodrës, dhe e pyet se a kishte qenë i dërguar Domneu nga jezuvit, apo kishte dalë vetë. Që përgjigja. Pasi më u bën mështar, mjedin e ban profesor në një kolegj të nalt në Spanjë, ku u shqua aq fort sa zosia ti rate për në sy. Masanena u bën mështar në 1994, jezuvit. Ata venosen me majt jashtë Shqipënijët si profesor, se bas atëherë kur në Shqipëni s'kishte në klasë nënt edhe jeta Domneu s'kishte mundësi, po thëmë që shpresohej si profesor. Kurse mjeda donte të kthehej në Shqipëni, e u prish me ta e doli. Doli nga shoqata e jezuvitëve. Pra doli vetë nuk e të bëj kush. Në 1897 kthej në Shqipëni, e nisi të shërbente si famullitar në Mirdi, Vik Zadrim në Nshat, në Shkodër, Kukël, ku ka lënë 25 vjetë të jetës tij. Këtu ai u mor edhe me bujësi shumë herë, të e mësu katonart, bujësit e të e sjellë për të parën herë në Shqipëni, vegla moderne bujësit, si kurse e plozhicën e hekurit, mashinën shise grunit, e mashinën shise boklash për të ushqyë loke kuajnë. Pak fjalë mi veprat. Megjithse në kohën e telefonat e vështira, kundërshtimet të ndryshme, u munduam me tanë të përgjigj për kultivimin e lëzimin e gjuhës shqipe, spajt përvome së gjuhë e me thelluar sama të përkullimtimet e gjuhës amtare. Ja doli mas mirë, me qoftë se të njohë natyrën e saj dhe me analizue. Së dy thellësisht shkrimtarët e vjetër, në vitin 1901, themeloi shoqërinë letrare Agimi, ku ishte krahi gjatë i tij Nën Zanoni dhe Lazar Mjedja i vllajt. Një kohë aq kritike për kur Shqipënia ishte në skjellën e turput,
kjo shoqat letrare I dha mjaft për parim shtypet e jomër shtype. Per po skundërshtimeve që pat nga urni I zhërbitëm për të këthyre në dhe, mjes I pa mjeda pat dhe kundërshtar vigajnë edhe Shqipni për punë në alfabetit. E këta jo ma pak se domë në snikaj, pa të gjeshvishta dhe abat prendosh I mërdis. Por në të kohë këta të tre kishën themelue shoqnin letrare bashkimi, që kishte po dhe një alfabet tjetër. Media kurse se nuk o apru me ta. Najt I në vedi me grupin e vetë. Në 1902 e gjejmë domdheun për para orientalistëve shkencetar në Hamburg, kur dha ligjëratën e vetë mi Shqipen e mi alfabetit Shqip, dhe unda me sukses. Patrëndatat e përpjekje me të gjithë albanologët e Evropës, sidomos me filologun e albanologun e madh Gustav Meyer, të cilët I pat kushtue edhe poezinë gjuha shqipe. Qeveria turke të upon ndërmjet një adhetar të flak në 1903 e zoni dhe e treti deri Teheran me qëllim që manej me e përcjell për Anadol. Vetë ndërhyrja e shpejtë e Austrisë e pështëri. Në vitin 1908 që zgjell anëtari I Komisionit në Kongresit Manastirit për formimin e alfabetit shqip. Shkroi në revistat të njohura të kohës sikurse Dashamiri, Lituria, Albania, Pajkonica, sidomos në Hylli Idris Heleka, 1916 që një nga aktivistat e Komisisë Letare. Edhe mas Kongresit Lushnjës u zgjell deputet dhe luftoi kundra krimeve të politike. Një gjë që kemi për vjetës, që gjë që janë të eksistenca dhe sot, ai e qërizonin për dritët e Kosovë shifra soherë në parlament. Sa I bante debate pra I thakë të fjallë, që të harrojmë Kosovën tonë. Ashtvati një popullit në fjalë të mbicë, që dëshmon dashnin për adheun e vetë, Shqipni. Ju të e djegë të vra, por të e dekun e të dërgjakun për ten. Thaq pati një populli, ju sot një gabova. Ishte dikur një popull në të Krahina. Sot nuk ka në ofta atje veç koskat shpulpume që qakasin orlat e maljeve e brejnë ullkujat e unshme. Janë vorre ku nuk bin lule dashniet e lagun prej lotëve të nuk uj. Jo, në ato vene nuk ka kush flet, kush vepran për ta. Por për mi ato ekshna, mi ato vorret të shkretnume, mretnon me krah hap të Shqipja arnore. Janë edhe ata të bide e Shqipnis. Animo, mos na prekshin zemrat e ahti një popullit të papaj, fukata e nanave të shqiptare, mos na prekshin salvimet e vllazërve tonë, na shtyje me pas mëshirë për ta shembulli shenjtja dheu tonë, Shqipnia. Shqipja mretnore e Shqipnia e lirë të diftohet dëshmorëve vetë non e jo njerët. E manej hidhet kontra diplomacisë që shkruan traktatet me gjakun e doptit e bulos me shishet e shampanjës. I dopë që këton ka vërtim një lishtë. Një kritik të fort I ban media Mustafa Pash. Mustafa Pash a kanë pash I shkodër pa dhe kanë edhe pushat libër I shpjet njotën. Jo për çështje sociale, po për çështje tradhtie kombëtare. Në 1871, krejt populli sidomos bonimi ishën në frontin e luftës për shtërimin e dheut. Pasha kishte në nënsunim krejt veriun e Shqipnis dhe mund të dhe fiton dhe këtë luftë, që si e sëdum dëmdheukët, me poezi, Mustafa Pasha në babune. Nërsa populli janë luft,
pasha nejnën me thas florivet, nërvale jevkash në lodrë të dumash, tallet e knaqën prej zanit të shime që qenë se qenë mastromash. O pjellë e heqe, o dhonë, o kore. Në fakt, që më ne i kanë marrë dhe quë si guvernor në Anadol, thami, por t'ishte dash me luftu me prej poplit, nështë që luft mund të fitoj. Media batoj për këtyme vepa që vjoj. Jeta është një bërtmancit, për gjamët e zojës së behume, lumnit e zojës, devotioni i zemër që Zukrishtet, katekizmi i madh, ribotimi i 14 ligjerata vëtimzat Pjetër Bogdanit me i parathonet të veten me titull Jeta e Sëmës Virgjën Mari, nxjerrë prej veprave të Konjes Profetarë. Vepër origjinale të pjesë janë Juvenilja, nga e cila Bajbël hyet që botuan në vitin 1887, kurse vllimi i Juveninës që botue në vitin 1917. Rreshtat e vargjët e mjedis i të partën të vladi i kanshëm një pranvere për lule. Menimet e lira vinë në veshen një i njohës amel e të kanshme që dikon për së mjalët e fashojve për të parashit shka akmat amel edhe që na jep të gjuha shqype. Kështu shprehej Filip Pishta në Gjulli Idris 1931 pace 595. Lisus është leshja në gjuhën latine që domnëreu i ka kushtue pojmë të më të bukur që kemi sëtë. Për sa i përket Lisus, prapë në ato kërkëmtar, botu në 1928, edhe për këtë vepër kështu pra shprehet Filipishta në njëjtin vend Filip Idris. Si Lisus së gjinet vepër në literaturën tonë. Dhe më rësi të i marë përgjithsisht kur kush në shkrimtar e vjetër e tri nuk diftohet maj plëtsum në 11 rokshin të lidhën sa media. Tek media kote se kërkon vargje kote. Në ta shqipet thjellësia e njësive, vijimi i rëndshëm me plot kuptim i çdo themeli që shtjell në poezinë e vet. Ashtë kjo një plus që atyre pjesëve të bukura shënua para ne, që ja vitet ma fort perfekcionit. Mene e ftyra shkëlqyshme letrare jam që ditë kur dole Lisus 1928, pse s'kishin besua se shqipja ashtë e zoja me kryu vepra ashtë natyrshme, sidomos në tingëllime, sepse edhe për shqiptar tingëllimi ashtë i vështirë. Animon Lisus, ma forse që tërpun gjeni poetik i ti, shkelqen bashkë me artin e nalë. Lisus merret me historinë e kohnave të lumnushme të iliriane, por derisa Leshja kaloi në histori, edhe si vend ku mbylli syt heroi i yjen kombëtar, mjeda ja kushton atij tingëllimin e një mbledh të Lisus, që sa bukur e gdhen të bukur liganet e heroit të madh në qasin e punit jetës tij. Vasiluan mas luftave të kreshniku u pështet më lisun pra dhe e shteshi shpatën e mneshme që pa të frik anë miku, e nam të mshushme shqiptarisi i reshi. Nuk rëthun patosin në rato të mshtira parnik të Shqipnis as tim të efisit, që lumni i përftoj e ditë ma të lira, vetëm si gjie që në për anë o në roshin dalun prej tronesh të madhes pusht e lisit, padoset e gjithë kohnave të lotoshin. Iliria është e komponuar në vitin 1901 pra nëna e përket kohës periodës Rilinës, por batue me 1937. Një poem me 6 tingëllime, tue përshkrua afrimin e lirisë, poeti u sjell lexuesave shambullin e luftës për liri të popullit amerikan, me George Washingtonin të ri.
Nërposha kur rjell Mississippi në thot në qëllimin e tingëllimit të dytë. E pëtoj me rashin e 25 vitorit pa marësisë kombëtare.